Vezët, një prej produkteve bazike në çdo familje. Tashmë kushtojnë pothuajse 2 fish krahasuar me disa javë më parë. Nëpër dyqane e tregje, qytetarët shprehen të shqetësuar dhe të zhgënjur. Thonë se rritjet janë të pashpjegueshme. Uljet duken të pamundura dhe besimi në institucionet shtetërore për ndërmarrjen e masave po zbehet dita ditës. Ndërsa qeveria premton stabilizim, realiteti në treg duket krejtësisht ndryshe. Dhe kjo dita ditës sa vje bëhet më e dukshme. Mo të çmimet nuk janë edhe çaj, ama dikun kanë hip në për artikuj. Si për shembull bojet kanë hip, specat kanë hip pak, dikun. Ndoshta mendoj që do rritet lava më shumë që për mëra jo. Po jo nuk duket e mirë, ama çka më bëj, ai që ka nevojë mora me ble. Edhe 400 duhet mora me ble. Një tjetër qytetar këto rritje i cilëson jo normale dhe katastrofë, duke shtuar se po ashtu nuk ka besim në institucionet për të ndërmarrë masa. Kjo është punë jo normale, çdo ditë rriten çmimet, kjo është katastrofë, nuk kam çfarë të them, vetëm bëhet keq e më keq, rënd, pasi deri tash nuk kanë marrë asnjë mas, nuk besoj, nuk kam besim as pak. Po ashtu, rastisëm edhe një shtetas nga Kosova, i cili tha se edhe atje çmimet janë më të larta se në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por edhe këtu rritja është e hatashme. Sipas tij, trendi i shtrejtimit pritet vetëm të vazhdojë dhe nuk ka shpresa se institucionet do të ndërhyjnë. Për Prishtinës, edhe sigurisht vezë që kanë përapërsisht me shumë të navestëna shumë anaqme. Po. Por është edhe për çmimi i pembe dhe çmimi tjera shumë ulësi në Prishtinë. Për xhepin tonë jo. Me thonë për xhepin tonë, për rrobat që kemi ne jo. Sigurisht se nuk po kanë kontroll si në Maqedoni, si në Prishtinë, po kanë kontroll për fare për qeverisë. Po duhet të rregullojnë çmim nga qeveria. Inshallah marrin, se nuk presim kurrë tash për tyne. Inshallah ndërmarrin. Ndërsa qytetarët përballen me çmime çdo ditë më të larta, zinxhiri i shtrenjtimit duket se fillon që nga fermerët, të cilët të goditur nga kostot më të larta të ushqimit për kafshët, energjisë dhe transportit, po i shesin produktet e tyre më shtrenjtë. Kjo çon në një rritje që shtohet në çdo hallk deri tek raftet e marketeve dhe tregut. Ndërkohë, realiteti i përditshëm për shumicën është i njëjtë. Shporta e blerjeve gjithnjë e më e varfër, çmimet gjithnjë e më të larta dhe besimi tek autoritetet gjithnjë më i ulët. Edhe pse institucionet premtojnë se po e monitorojnë situatën, realiteti në treg tregon një tablo tjetër. Pakënaqësia është e madhe, besimi është i ulët dhe pyetja që mbetet enigmë është se a do të stabilizohet tregu, apo familjet do të vazhdojnë të përballen me një ritëm të pashpjegueshëm të shtrenjtimit.